Në total në asaj llogarit që kemi po, për këto 4 vite kemi nga 200 dhe 250 milion euro investime që më po në komunën e Budjevës me qeverisjen e Lëvizjes Vetëndosje në këtë mandat. Prandaj, këtë mandat tonin, ndoshta mund ta krahasojmë për një periudhë relativisht gjatë, më herët që asnjëherë nuk ka pas investime më shumë Budjeva. Për herë të parë, në këto vitet pas luftës, Podujevës i është përbly besimin qytetar. Sepse ne gjithmonë kemi dhënë vota shumë, si lap, gjithmonë kemi qenë shumë deputet, por asnjëherë s'kemi pas feedback në formën çfarë na ka kthy Albin Kurti dhe qeveria e tij në këtë mandat për llapin. Kemi edhe shumë punë dhe projekte që vazhdojmë t'i bëjmë në mandatin e ri, të fillu për ngrohjes qendrore, funksionalizimit të trafikut urban, pastaj investime tjera që do të bëhen në infrastrukturën shkollore për zgjerimin e infrastrukturës shkollore, investime tjera që do të vazhdojnë të bëhen në fushën e bujqësisë, investime tjera që do të vazhdojnë të bëhen në subvencionimin e aktiviteteve ndryshme kulturore dhe sportive në komunën tonë, dhe një varg punësh dhe projekte tjera të mëdha. Jemi me fat që në Kosovë kemi ende njerëz të tillë që angazhohen publikisht në gjëm publike, merren në politikë, jo me ratu veten, po me ratu njerëz tjerë, jetën e tjerëve. Kryetari Bulliqi, këto vite, sa ka qenë kryetari juaj, e ka dëshmuar me punë konkrete që i ka kuptuar hallet e secili qytetar të kësaj zone. Dhe me sa kemi marrë vesh këtë Kosova, se tash kam paqja dhe po merret shembull Podujeva edhe në emisione televizive në debate, jeta e shumë qytetarëve fatmirësisht është përmirësuar këtu në bujqësi, në arsim, në infrastrukturë, në këtë sektore që janë vitale për jetën e përditshme. Niveli lokal këtë detyrë ka, që me qenë sa më afër qytetarëve, po niveli lokal, kur ka dhe nivelin qendror, që ka të njëjtën mendësi, mendësia e shërbimit ndaj tjetrit, mendësia me qenë gatishmëri me ndiku pozitivisht të njerëzit, të jeta e njerëzve, atëherë kjo funksionon edhe më mirë. Që përmendi kryetari Bulliqi, qeveria Kurti ka qenë dorëlirë me gjitha komunat, sidomos dhe kjo vrejet e komunat që kanë pas vullnet me marë, me projektu gjana, me thith buxhet, me thith projekte,